Dosja Aruba është një tjetër dosje që fakton lidhjet e Edi Ramës dhe të kësaj qeverie me kartelet e drogës. Praktikisht, ministra, pushtetar nga më të rëndësishëm, madje dyshohet edhe vetë Edi Rama, kanë marrë pjesë në një takim dhe janë nisur drejt Arubës për të takuar me eksponentën të niveleve më të larta të karteleve të drogës të Shqipërisë dhe të vendeve të tjera. Duhet kujtojmë që Edi Rama ka ndryshuar ligjin për të bërë vetë kryetari i KKT-s, kryetari i cili do të jepte lejet për kullat të cilat ngrihen sot çdo ditë në Tiranë. Pikërisht këto kulla, nga syri i Tiranës, temali i Tiranës, janë ato të cilat përfliten në këtë dosje, ku po pastrohen parat e karteleve që ka takuar ky pushtet në Aruba. Edi Rama nuk mund të jetë edhe kryeministri i Shqipërisë dhe partneri i karteleve. Kartelet sot nga aleati jon strategjik janë shpallur organizata terroriste, ndërsa Edi Rama i shpall ato aleat në biznes dhe aleat në politik dhe aleat në çdo gjë tjetër. Është detyra jon tani më që përballë këtyre fakteve të bëjmë çmos për të larguar këtë narkopushtet të drejtuar nga narko kryeministri Edi Rama.